Motër, gjithmonë kam menduar se si do të jetë. Thuhet se do të kemi një qiell të ri dhe një tokë të re, se deti do të jetë prej kristali, dhe se do të ketë banesa të reja, dhe Perëndia do të na vendos në ato banesa të reja. Nëse trupi fizik mbetet këtu dhe fryma del, cili është qëllimi i të pasurit të një banese? Do të kemi dhe një rol, një detyrë, dhe do të arrijmë në përjetësi për të vazhduar punën? Por puna atje në përjetësi është shumë e lehtë, sepse puna këtu si njerëz, si materie që jemi, është një punë me sforco, e vështirë, e rëndë, një punë që ndonjëherë na bën të vuajmë, na bën të qajmë. Mirë, lodhemi, sepse Perëndia e bëri këtë si ndëshkim. Le të kujtojmë se Zoti ndëshkoi Adamin për mosbindje, e ndëshkoi dhe i tha tani ti do duhet punosh shumë me djersën e ballit, do duhet sigurosh të gjitha gjërat. Do me thënë, në një mënyrë shumë të vështirë, kështu që nuk do ta gjesh aq lehtë, aq thjesht të ushqimin, por do të jetë shumë e vështirë puna për shkak të ndëshkimit, për shkak të mëkatit të tij. Por ne tani më me Zotin, siç thuhet këtu për qiellin e ri, për tokën e re, ne do të kemi punën tonë, por nuk do të jetë e vështirë, nuk do të jetë duke u djersitur, por do të jetë një punë shpirtërore, ku të gjithë do të jemi si engjëj, por do të kemi veprat tona dhe funksionet tona, siç thuhet në librin e zbulesës, siç mund të lexohet diku te psalmet. Pra, qiellin e ri dhe tokën e re, ne tani më po i përjetojmë kur vim në këtë vend, kur Perëndia na foli për herë të parë në profeci, Perëndia na foli sepse unë besoj se ju të gjithë jeni këtu sepse profecia ju bindi. Dhe për këtë arsye ju vazhduat. Kështu që çfarë ndjet ju në profecinë e parë? Ju ndjet lumturi? Po, ndjet gëzim, ndjet sikur fryma juaj u freskua, sikur barrat u hoqën nga shpirti juaj, sikur trishtimi u largua, sikur ju filluat të kishit shpresë, një dëshirë të re për të vazhduar jetën. Ju keni një shpresë se dikush do të zgjidh problemet tuaja, se dikush po ju dëgjon, se dikush ju premton paqe, lumturi, zgjidhje për çdo gjë. Pra, ju i keni pasur këto gjëra këtu. Kjo ju ka ndalur këtu, duke pritur nga ai Perëndi i fuqishëm që nuk është materie, por që bën që shpirti ynë, qenia jon të ndjejë diçka kaq të bukur, kaq të mrekullueshme që është e papërshkrueshme. Kështu që aty ne fillojmë të jetojmë një qiell të ri, një qiell, sepse ne në Zot jetojmë atë qiell, jemi të lumtur, megjithse kemi probleme, mundime, mungesa, mirë, vështirësi në ndonjë moment. Megjithatë, zemra jon, shpirti ynë gëzohet, ngazëllohet sepse po presim nga dikush. Dikush thot ka probleme, ka sëmundje, aksidente, nevoja, nuk ka punë, ka borxhe, por unë do të shkoj në kishë të shoh çfarë do të më thot Perëndia, çfarë do të më thot fryma e shenjtë. Pra kemi këtë shpresë. Kjo shpresë bën që të ndjejmë paqe, bën që të ndjejmë besim dhe gëzim, kur shohim se dikush do të na ndihmojë të zgjidhim gjërat, dikush do të na vinë në ndihmë dhe nuk do të jetë një qenie njerëzore, por qenia jon supreme. Kështu që ne, kjo për ne është të jetosh tani më në qiell, të fillosh të jetosh në një parajs, të jetosh pak nga lumturia, gëzimi i të jetuarit, sepse ka shumë njerëz që donin të vetëvriteshin, donin të vdisnin, por kur erdhën këtu dhe Perëndia u foli, atëherë Perëndia u dha një frymë të re jete dhe dëshirë për të jetuar. Atëherë personit i iku dëshira për të vdekur dhe dëshiron të jetojë për Perëndin, dëshiron të jetojë për premtimet që Perëndia i ka bërë. Kjo është pra. Pra, ky është si një qiell i ri, si një fillim i një qielli të ri, i një toke të re. Po ashtu në psalme, kur ne lexojmë, thuhet se Perëndia ka shumë banesa për ndjekësit e tij dhe Zoti Jezus po ashtu u thoshte apostujve, unë po shkoj të përgatis banesa për ju. Kështu që kjo është e vërtet. Motra thot, por nëse nuk do të kemi materie, si do të mund të shijojmë gjërat? Po, do mund të shijojmë gjërat më mirë se tani që jemi materie. Sepse tani shijojmë pakës gjërat, por
pas çdo gëzimi apo pas diçkaje që na sjell kënaqësi, pas kësaj vjen po ashtu një moment i vështirë që na bën të qajmë, që na sjell ankth. Asgjë nuk është e plot, por me Perëndin gjithçka është e plot. Dhe atje do të jemi sipas librit të zbulesës, thuhet se do të ketë një qytet që tempulli është Perëndia ynë, e vetmja gjë është se thuhet se nuk do të ketë më as diell as hënë, sepse Perëndia është gjithçka tek ne. Por nëse këtë e thon aty apostujt, Gjoni që ishte ai që pati ato zbulesa dhe legime nga Perëndia, kur Perëndia ja tregoi atje në librin e zbulesës, ja tregoi, ai thot se me fjalët e tij na i tregon, megjithse thot se kishte shumë gjëra që nuk mund t'i deshifronte sepse ishte një gjuhë qellore, dhe ai nuk mund të fliste, nuk mund të na i mësonte, kështu që mbeten shumë gjëra që ne nuk mund t'i kuptojmë. Por në të vërtetë të jetosh me Perëndin është gjëja më e mirë, dhe nëse Bibla kështu e thot, ashtu do të jetë, sepse ne, siç lexuam në Psalmin 119, nëse e ruajmë dhe zbatojmë fjalën, gjykimet e Perëndisë, statutet, urdhërimet, që janë e njëjta gjë, nëse ne ecim në rrugën e drejtë, atëherë Perëndia ka atje një banesë, ka një punë të bukur, të mrekullueshme për të vazhduar punën. Perëndia ka për ne lumturinë e plot, do të jemi me Zotin. Kështu që nëse kështu, kur fryma e shenjtë shfaqet, kur Perëndia na përmbush një premtim, njeriu ndihet kaq i lumtur, ndjen aq shumë lumturi, si të jetë atëherë të jetosh me Perëndin. Kjo është pra motra, thot motra që asaj nuk i dukej kaq bukur që duhet vazhdohet punohet atje. Atje duhet vazhdohet punohet, por pa lot, pa trishtim, por ka vetëm lumturi, vetëm gëzim dhe për më tepër do të fluturojmë, sepse unë besoj se atje nuk do të ecim, por do të fluturojmë, sepse do të jemi shpirtra atje, sepse ne, personaliteti ynë, kur nuk do të humbas. Ne po jetojmë në një trup prej mishi dhe gjaku, por personaliteti ynë, mendimet, konceptimet, gjithçka që jemi, fryma jon i përmban këto, jo trupi, jo materja. Pra materja mbetet, por ne vazhdojmë të jemi normal, të zakonshëm, vetëm se nuk do të kemi trup, do të kemi vetëm një frymë, kështu që me siguri, them unë, atje do të fluturojmë dhe nuk do të kemi nevojë të ecim. Pra gjithçka do të jetë më e lehtë. Por lumturia me Perëndin është gjëja më e madhe që do të kemi, sepse këtu fryma e shenjtë, kur flet, kur një person merret nga fryma e Perëndisë, ndjen gëzim dhe lumturi. Dhe unë kujtoj se unë jam lutur për njerëz të botës, për personazhe, kam pasur mundësinë të lutem për disa personazhe si ish president të Republikës, jam lutur dhe u kam dhënë profeci, dhe ata thonë, ndjeva lumturi, ndjeva paqe, këtë shprehin, thonë ndjeva një paqe në qenien time dhe çfarë lumturie ndjeva, ndihemi lumtur, këtë shprehin ata njerëz. Kështu që nëse njerëzit ndjejnë këtë me një profeci të frymës së shenjtë, si të jetë vallë të jetosh me Perëndin. Sa nga ne do të jemi me Zotin. Ne të gjithë aspirojmë dhe dëshirojmë të jetojmë me Perëndin dhe të vazhdojmë përpara. Duhet të vazhdojmë përpara deri në fund, deri në ditën e vdekjes sonë, duhet të vazhdojmë në rrugën e Zotit. Askush nuk ka pse të lodhet, të mërzitet dhe të thotë, unë u lodha duke shkuar në kishë, më mirë po shkoj në botë të shijoj çfarë? Çfarë mund të shijohet në botë? Asgjë. Kështu që jo, jini trima. Le të jemi trimat dhe të vazhdojmë të ecim përpara deri në fund. Dhe Zoti na pret atje, thuhet me kurorën e jetës.